Mirëdita miq të dashur e të nderuar, të njohur dhe të panjohur, dashamirës dhe jo dashamirës të krijimtarisë time, letrare dhe publicistike dhe poetike. Sot dua në orën letrare të lexoj një pjesë nga fillimi i librit tim E megjithatë të jetojmë me shkrime dhe kujtime. 1997. Ju uroj mirëseardhjen të gjithëve dhe ndërkohë që mira do merret me qerasjen, po filloj me shkrimin e parë që mund të jetë 20 në radhën e kujtimeve. Ishte fillimi i 1997-s dhe ndofta unë me Miran ishim të vetmit jashtë shtëpisë atë natë kur krisma e parë shpoi errësirën dhe paralajmëroi ardhjen e ditëve kataklizmike edhe për Korçën tonë të dashur. Ishte një paralajmërim pa afat, që nuk priste përgjigje nga askush, ndaj dhe përmbante të thënën e të bërën menjëherë që idhëtarë të ndryshëm më pas e interpretuan sipas idhëtaritetit përkatës. Ishim për vizitë në shtëpinë e Fredi Blushit, kur të rokiti dera dhe dëgjova zërin e të vllajt taksixhi të thotë lajmin më absurd dhe të çuditshëm. Po vinë. Ceremonia e mikpritjes u la në mes, dhe ne, si të ngrirë nga ajo thënie hutuese, u ngritëm dhe ikëm, si për t'u larguar asaj që po vinte atë natë. Qyteti i errësuar nga nata dhe mungesa e dritave mu duk si lënë në mëshirën e atyre që po vinin s'dije se nga ku dhe për çfarë. Kur u afruam para bibliotekës, një krismë na ndali për një çast frymën e na shpejtoi ecjen e trembshme. Pra, ata që po vinë, kishin ardhur çuditërisht bashkë me natën, duke veshur petkun e zi të saj, që paralajmëronte të tjera veshje të zeza të nënave e motrave korçare. Arritëm me një frymë në shtëpinë tonë, kur aty nga lulishtja e Shën Marisë, filluan 10 krisma armësh të çanin errësirën e natës së parë korçare. Mora shpejt kasetofonin dhe hapa derën e balkonit. Pasi vura një jastëk poshtë, u shtriva mbi të dhe shtypa butonin e incizimit. Mira më lutej të futesha brenda se s'dije ku shkonin plumbat, por unë vazhdoja të merrja çdo krismë duke folur e rënkuar, i përfshirë nga një trishtim deri në dhimbje e dëshpërim. Ajo kasetë është dëshmia më e padeshifruar e absurditetit njerëzor, por dhe akuza më ironike nda kujdo analisti apo idhëtari që ato krisma netësh e ditësh të 1997-s nxituan t'i pakëzonin kryengritje e revolucion popullor. Mund të më gënjeni me kohën e kryengritjeve dhe revolucioneve të pajetuara dhe unë të mirëbesoj, por mos më bëni krim ndaj të ardhmes me pseudo-interpretimet e të sotmes. Dhe kështu, pas asaj nate të parë krismash, Korça u gdhi e pushtuar nga ata që po vinë. Këto qenie me këtë emër pa emër, atë natë të parë krismash, përdhunuan qytetin tim, vendlindjen time, jetën time, tënden, tuajën, por edhe vetveten. Herë tjetër do vazhdoj me pjesë të tjera nga ky kapitull i gjatë që flet për tragjedinë e 1997-s. Faleminderit.